E të ne po vazhdojmë një tjetër bisedë, derisa këtë të parën e patëm bukur shumë relaksuese, flisnim për biçikletat, për mbrojtjen e ambientit, për mbrojtjen e vetë shëndetit të qytetarëve. Edhe kjo tjetra në fakt duhet me u lidh me mbrojtjen e qytetarëve, konsumit, bizneseve në veçanti, por vendimi i fundit që erdhi nga ZRE do të prek natyrisht bizneset dhe vetë qytetarët. Dhe për këtë arsye kemi pas edhe një reagim nga Kushtrim Ajvazi, i cili është kryetari i shoqatës së prodhuesve të Kosovës. Dhe në një shkrim të tij thot sapo e konfirmova edhe vetë gjatë një vizite në teren. Një nga kompanitë prodhuese ndërprerën prodhimin. Rreth 200 punëtorë shkojnë në shtëpi. Arsyeja, vendimi i ZRE-s për t'i detyruar të dalin në tregun ashtu quajtur të lirë. Në thonjës za kjo kuptohet. Ndërsa kur vendimet burokratike merren pa përgatitje dhe pa ndjeshmëri për ekonominë reale, kjo është pasojë direkte. Fabrikat ndalen kurse familjet preken, shteti është ai që humb. Kushtrimin, kryetarin e shoqatës e kemi në një linjë të drejtë për drejtë për të na dhënë më shumë detaje rreth këtij shqetësimi mbi të gjitha qytetarë. Kushtrim, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni sot? Mirë, do të përballem me situatën e fundit për vendimin e ZRE-s. Telefonatat pafundme nga bizneset është një kas i vërtet aktualisht. Mase e vërtet dhe kjo na shqetëson natyrisht neve si qytetari, institucionet nuk po duket edhe atë shumë nga ajo që po e vrejmë. Paralajmëruat për mbylljen e një biznesi, por në fakt në qoftë se do të vazhdohet kështu në këtë rrugë, rreziku është për mbyllje edhe të shumë bizneseve të tjera. Nga dita e parë kur ka dhënë një optimi i ZRE-s, kemi paralajmëruar gjitha institucionet e vendit. Si prodhues kemi marrë shënime dhe kemi folë me dhëna konkrete për gjitha kompanitë që kanë raportuar tek ne. Dhe fatkeqësisht ashtu edhe sikur e potencuat më herët në një nga takimet që unë kam pasur një vizitë në biznes, shumë e dëmshme kur e shef të dyert e biznesit janë mbyllur. Dhe po, arsyeja kryesore ka qenë vendimi i fundit i ZRE-s për daljen në tregun e lirë, për shkak që kostot janë të papërballueshme për kompaninë dhe për momentin kjo kompani i ka njoftuar 200 punëtorë që ndërpritet prodhimi deri në një vendim të radhës. Ne pam sot edhe disa reagime të tjera të disa bizneseve të cilët treguan se në qoftë se në muajin e njëjtë të vitit kaluar thotë kanë paguar energjinë elektrike njëri prej bizneseve për 15.000 euro në muaj, thotë tani është 35.000 euro në muaj dhe thotë unë duhet bërë diçka, duhet shtrejtu produktin apo duhet me hapa të tjerë për të cilët natyrisht nuk është i pajtimit as vetë pronari, sepse thotë e kam të pamundur ta bëj edhe eksportin e produktit. Është vërtet, domethënë për kompanitë të cilët do të mund të mbijetojnë për një periudhë të shkurtër kohore, detyrimisht do të ndikojë direkt në ngritjen e çmimit të produktit, por ndryshe është e pamundur me mbulu kostot, sepse ka situata të tilla ku kostoja e energjisë elektrike arrin deri në 30 punëtorë kompanitë mujore, domethënë. Llogaritet nëse një kompani prodhuese 30 punëtorë s'kan punu fare, ndërkohë kostot e energjisë elektrike duhet paguhet dhe barabartë me ato 30 punëtorë. Është kosto jashtëzakonisht shumë e lartë, po duhet me potencuar këtë sikur e kemi potencuar edhe gjatë prononcimeve të mëhershme nga dita e parë. Asnjë nga bizneset e posaçërisht ato prodhuese nuk janë kundër daljes në tregun e lirë. Jemi kanë dakord që në tregun e lirë të dalmi bashkërisht sepse edhe institucionet nuk janë të përgatitura, as vetë bizneset nuk janë të përgatitura, nuk ka informim, jemi sot data 3 qershor. Përfitet që janë 1.300 biznese, ende nuk dihet numri i saktë i bizneseve që kanë dalë në tregun e lirë. Kushtrim, më fal që po të ndërhyj këtu, që të informojmë për disa detaje të cilat ndonjëherë janë të paqarta për qytetarët po se po, por edhe për pjesën tjetër, ndoshta për disa nga mediat, por edhe për vetë prodhuesit. As ju nuk e keni kundërshtuar tregun e lirë. Por ku qëndron problemi kryesor, pika kryesore, pse ky mos informim, por në anën tjetër edhe pakënaqësi në bazë të asaj të tregut të lirë. Çfarë nën kupton tregu i lirë dhe çfarë po ndodh realisht? Tregu i lirë nën kupton ku më shumë se një konkurrent ofron tregun e lirë, në treg dhe aty të ofertojnë me çmim. Ka ndodhur me Kosovën konkretisht, kanë qenë 19 operatorë të licencuar, së fundi janë licencuar ditët e fundit edhe 2 operatorë.
Mirë po nga këto 21 operator, vetëm një ka arrit me o dërgu ofertë. Prandaj kretë operator tjerë kanë qenë të licencuar, mirë po të kanë dërgu ofertë. Dhe çka ka ndodhur këtë rast, konsumator, konkretisht kompanitë prodhuese që deri më tani janë kanë të furnizu nga Kesko me çmim megavatin rreth 75 euro më të shumti, çmimet që i kanë marrë nga i njëjti, sepse Kesko ka qenë ai i cili ka ofertuar me çmim konkret, ka rritë vlerën nga 220 deri në 270 euro megavati dhe rritja ka qenë enorme. Ky ka qenë shqetësimi më i madh i bizneseve. Na është dashur presim 2 muaj për të delë një çmim treg, një ofertë në treg dhe të shohim se ku është çmimi. Ne jemi përgatitur me dalë në treg me një çmim me një rritje rreth 30-40%, mirë po jo me rritje të tilla 200-300%. Dhe çfarë është në fakt, na po kërkojmë u barazu edhe me rajonin. Po përfitet që tregu i lirë si qëndrojmë momentalisht me rajonin? Tregun e lirë të energjisë. E kemi Maqedoninë, e kemi Serbinë, e kemi Shqipërinë, e kemi shtetet e rajonit, që do të janë tregun e lirë, mirë po çmimi i të cilët e paguajnë subjektet e njëjta prodhuese në krahasim me neve është spaku 2 fishi asaj çfarë të ofertu. Prandaj është shqetësim jashtëzakonisht shumë i lartë dhe me këtë rast, përveç se një pjesë e konsiderueshme kompanive ndoshta do të mbyllen, jo pse duan ato sepse kanë bërë me djetë me mund me rritje aty, edhe një pjesë e tyre do ta humbin edhe tregun e jashtëm, por përveç asaj do të jenë jo konkurrentët në tregun vendor nga produktet e importit. Po, keni kërkuar që të realizoni edhe takime të tjera do të pas këtij vendimi. Çfarë keni bërë ju si kryetari i shoqatës, por edhe vetë bizneset dhe qytetarët në përgjithësi? Sa kemi qenë të zëshëm që kjo në fakt nuk do të duhet ndodhte asnjësi? Në asnjë formë do duhet ndodhte, mirë po reflektimi i protestës që javë kaluar ishte një moment realisht ku përfaqe në publik dhe panë të gjithë përkundër asaj që ne kemi bërë kërkesat e vazhdueshme dhe kemi ofruar informata te institucionet e vendit si te ZRE-ja, si te qeveria, ku do të afektohen direkt këto biznese nga liberalizimi i tregut lirë dhe kërkesa jonë vetëm ka qenë kalojmë bashkarisht në një fazë tranzitore sepse nuk është situata më e mirë dhe më e favorshme për daljen treg, sepse kosto është jashtëzakonisht shumë e lartë dhe një periudhë shumë e shkurtë e informimit. Është përflitë që nga viti 2016 është ligji në fuqi, po është e vërtet nga 2016, mirë po ZRE njoftimin publik për daljen treg e ka pasur qysh në mart, me 12 mart. Prandaj jemi të folur për një periudhë jashtëzakonisht shumë të shkurtër dhe është e pamundur me u përgatitur bizneset. Përveç kësaj, vendimi i ZRE-s ka krijuar edhe një paqartësi ligjore, sepse sipas vendimit të ZRE-s që është në kundërshtim, takt fundimi kemi siguruar edhe informata ku vetë ZRE në vitin 2021 kanë përgjigje ndryshe për bizneset, është ndryshe, mënyrë të paleqshme, të njëanshme, për te këtë dikujt, ZRE merr vendime dhe i qet në treg të gjitha bizneset kundër ligjit. Konkretisht kundër nenit 37.2 që është numri më i madh i konsiderueshëm i bizneseve prodhuese që prekën aktualisht. Sikur të zbatojë ligji, nuk do të flisni për 1300 kompani, mirë po janë rreth 200 kompani të cilat do të dalin në tregun e lirë. Edhe ndoshta edhe institucionet e vendit më lehtë do ta kishin përballuar kostën e ndihmesës së kësaj faze tranzitore për këto 200 kompani. Po, the që qysh nga orët e hershme të mëngjesit ke marrë vazhdimisht mesazhe, thirrje telefonike. Do të na veçosh diçka nga ato, cila është aktualisht brenga kryesore, shqetësimi më i madh? Është shqetësuese ku ditët e fundit po marr informata të tilla të cilat ende realisht kanë një shpresë të vetme që mos po bëhet në shtyrje e vendimit ose pezullimi i vendimit, përndryshe me një periudhë shumë të shkurtë disa prej kompanive ku shpenzimet e energjisë elektrike në përbërjen e shpenzimeve totale të kompanisë është e kalojnë edhe 80% që ne kanë pamundur me mbjetuar qysh në muajin e parë. Mirë po mbas kontakteve që na kemi, nuk kemi të folur për një numër të vogël të kompanive, është një zinxhir, sepse në këtë rast përveç kompanive të cilët ndikojnë me pjesë madhe të kostos të energjisë elektrike, kompani tjera në mënyrë indirekte për shkak të rritjes kostove dhe tjera që kanë ndodhur, pa kërkesë nga stafi të cilët rritën pagat dhe është e pamundur me mbulu gjithë ato në këtë situatë. Në anën tjetër, institucionet e vendit po thonë investoni edhe në
energji të ripërgjeshme, dhe është e pamundur sepse ka me kriju një kaos jashtëzakonisht shumë edhe financiar. Shumica e këtyre bizneseve kanë obligime bankare, kanë obligime ndaj institucioneve shtetit administrativore dogan, mund kushtohet kjo kosto. Unë s'po du me kriju panik, po janë dhëna reale, janë fakte të cilat na ja u kemi prezentuar të gjitha edhe institucioneve të vendit. Nuk është situata ashtu siç po prezentohet që është mirë, situata është jashtëzakonisht shumë e keqe dhe këto më së miri e flet vizita në për kompanitë prodhuese ku ishe dyert e mbyllura. Edhe fatkeqësisht edhe një nga kompanitë e cila ende pritet për konfirmim, mirë po në mënyrë indirekte na kanë njoftuar që 90 punëtorëve do të largohen nga puna për shkak që është kostoja e energjisë për atë kompani e papërballueshme me dalë tregun e jashtëm dhe është jo konkurrent. Është kompani e cila veç sa i ka prodhuar linjat e prodhimit në Kosovë. Po kompanitë të cilat mendojnë që të veprojnë e qarkullojnë brenda Kosovës, do të nuk mendojnë për eksport, e kanë situatën e njëjtë, favorizohen diçka apo e kundërta? Lidhja realisht është sepse i kanë ndarë kategoritë e bizneseve në bazë numrit punëtorëve dhe në bazë kalkulimit. Edhe ky është realisht një emet e ligjit e cila na kemi kërkuar sipas tranzitore të cila mund të rregullohet sepse në vitin 2021 ka qenë sipas konsumit të dalin në tregun e ri dhe jo sipas kalkulimit. Edhe kjo krijon disbalanca edhe te vetë konkurrenti, sepse themi një subjekt i cili e prodhon të njëjtin produkt do të harxhon të njëjtin kilovat e energjisë elektrike, sipas vendimit të RES, njëri duhet me pagu 3 fish gati çmimin e energjisë elektrike, tjetri duhet me vazhdu me çmimet të rregulluara. Edhe kjo është një realisht një konkurrencë që ofron ndaj vetë subjekteve dhe në vendin tonë. Po përveç asaj, rreziku më i madh është i produkteve të importit. Ne kemi parë dhënat nga dogana, ku dhënat e importit janë në rritje në vendin tonë, sidomos kompanitë që do të afektohen janë kompanitë që prodhojnë materiale ndërtimore, ku Serbia është një lloj tregu agresiv për vendin tonë. Dhe në këtë rast kompanitë vendore do të bëhen jashtëzakonisht jo konkurrente në tregu, përveç tregut vendor, po do të mbulohet edhe nga mallat e rajonit posaçërisht nga Serbia. Po pra, nuk ka një zgjidhje tjetër, kështu që kjo e komplikon edhe më shumë situatën. Po mirë, cili është hapi tjetër të cilin do ta bëni përderisa përfaqësoni shoqatën e prodhuesve të Kosovës? Çfarë kërkesa keni nga bizneset? Jeni taku tashmë sërish, cili është plani tjetër dhe a mendoni se kjo do të stopohet apo nuk ka asgjë që e ndal? Ne ende jemi duke kërkuar të drejtën tonë, nuk do të ndalemi. Na kemi takime të vazhdueshme me bizneset, ne kemi për momentin 2 faza, të cilat paralelisht jemi duke u punu. Konsultimin e vazhdueshëm me bizneset dhe besoj që shumë shpejt sot të nesër do të merret vendimi për protestën e radhës ose jo, po jemi bindur nga shqetësimet e vazhdueshme që kemi do të ketë protestë radhës. Dhe hapi i dytë që jemi të ndjekër të hapi ligjor përmes gjykatave, sepse e përmenda edhe më herët Alenin 37.2, ku doreja jashtëligjshëm i detyron me dalë në tregun e lirë bizneset dhe detyrimisht i orienton drejt gjykatës dhe janë procedurat të cilat na do t'i ndjekmi dhe jemi të mbledh shënime të vazhdueshme nga bizneset në përgjegjësi. Po, në kushtrim kjo nuk është fare e pëlqyeshme, sepse kemi vërejtë që në Kosovë është bërë trend në një farë mënyre. Nuk po flasim vetëm për kompanitë e prodhimit, por edhe institucionet e tjera të cilat shprehin pakënaqësi dhe zgjidhjet e fundit mbeten përmes gjykatave, ku e dim që në fund zakonisht palët ankuese janë ato që i fitojnë raste, që kjo është një kostoshtesë edhe për buxhetin e vendit, e në anën tjetër është një pritje shumë e gjatë, një punë shumë fishuar e gjykatave, të cilat e dim edhe ashtu që me çfarë kapacitete funksionojnë. Për situatën e tillë, ne kemi dërguar të gjitha dëshmitë, të gjitha aspektin ligjor ku e kemi argumentuar se zëri ka marrë vendim të jashtëligjshëm. Në takimet që kemi pasur edhe me qeverinë detyrë edhe vetë institucionet e qeverisë, para neve e kanë konfirmuar që ne jemi në të drejtën tonë. Mirë pas sipas tyre është vendimi i RES dhe ne duhet të drejtohemi në gjykatë. Dhe ne kemi thënë në gjykatë do të drejtohemi
Edhe sigurisht që do ta fitojmë rastin në gjykatë, mirë po ndoshta një numër i kompanive kur e fiton rastin në gjykatë vetë ka të mbyllura dyert e fabrikave. Edhe kjo është shqetësimi më i madh. Po pra, dhe nuk është ja vlen bara që ran. Kemi mujt me nal diçka para se me shku në gjykatë, sepse si themi është diçka sikur e bardhat në zvetën shihet, nuk ka jurist, nuk ka avokat, nuk ka institucion ku edhe vetë Ministria e Ekonomisë, sa kemi informata, i ka dërguar të rresht opinion ligjor lidhur me atë në favor të bizneseve, mirë po nuk është marrë ende alo kurrë. Dhe në këtë rast ne kemi kërkuar edhe nga institucionet dalin me qendrim publik, sepse ne nuk po kërkojmë diçka tjetër përveç të drejtën tonë. Ne po dojmë mbrojt produsit. Këtu desha që të lidhem pak, po i përmendin institucionet, kujt pi adresonit, për cilat institucione po flesni, sepse nëse e themi realitetin, jemi pa institucione, dhe edhe kjo është njëra prej arsyeve që po vuhen edhe këto pasojat tjera. Ky është edhe problemi më i madh na. Fillimisht jemi drejtu, kemi mundu përmes kuvendit me ngritë si shqetësim, sepse DRE i raporton kuvendit, është dërguar një shkret nga deputet në ZRE, nuk është marrë parasysh, edhe na jemi drejtu edhe institucioneve aktuale tash në detyrë që janë, Ministria e Ekonomisë, Qeveria, me gjithë kemi pas takim, me ZRE kemi pas takim, kanë qenë të informuar të gjithë lidhur me situatën me problemin me të cilin po ballafaqohemi, mirë po deri më tani nuk kemi as edhe një lëvizje të vetme, as edhe një mbrojtje të vetme pa i përket biznesit. A keni marrë përgjigje së paku? A ju kanë përgjigje së paku? Na kemi pas takime të vazhdueshme, përgjigjet i kemi po do të mbrojmë biznesin produkt, mirë po biznesi produkt nuk mbrohet me fjalë, mbrohet tamam me vepra ashtu. Ne kemi kërkuar sepse kemi pas plana edhe argumente ku i kemi prezantuar për çdo. Duket interneti të pandalshme të pakut 2-3 muaj të fundit. Po. Mirë, kushtrim mundemi edhe shumë gjatë flasim për këtë temë, por po besoj që esenca u tha. Do të shohim pra se çfarë do të ndodhë tutje, cilat janë vendimet të institucioneve dhe kompanive. Dhe krejt në fund, me qenë se harrova ta bëj edhe këtë pyetje, kush është më i rrezikuar në këtë situatë? Bizneset e mëdha apo ato të vogla? Kompanitë e mëdha apo ato që janë të vogla, ndoshta me numër të punëtorëve prej minimumit 50 aty dikun? Biznesi produkt, sepse nuk puna e kategorizimit në opinion si biznes i madh ose biznes i vogël është ndoshta për me përmbru realitetin dhe cilin po përballen bizneset. Është e qartë që kompani prodhuese. Nëse i ki 51 punëtor dhe i ki 200.000 euro, je i barabart me një biznes që i ka në 15 milionë e i ka 300 punëtor. Po pra. Domthon, ka të bëjë kjo me biznes madh ose me biznes të vogël, ka të bëjë me një kategori që është në leç, po është e vërtetë që është në leç, po ligji ka shumë më rregullu, edhe duhet më rregullu, edhe po ndalin sipas konsumit. Kush konsumon energji elektrike më shumë, dalmi ose dalmi krejt barabart. Kur merret vendimi, dalin të gjitha subjektet, sepse kjo krijon paparazi, krijon situatë jashtëzakonisht pa pavarëshme. Unë jam i bindur që edhe vetë njerëz që punojnë në institucione kanë familjar që do të shohin efektin kur t'i marrin njoftimet nga kompanitë. Unë e pa që edhe t'jenë në një informim ku një kompani prodhuese deklaron që rrezikon shkputjen e kontratës me rreth 200 fermer, që grumbullon qumsh për tyre, sepse kosti i energjisë elektrike për momentin është pa përballueshme për me kanë konkurrent në tregun aktual. Absolutisht po. Po na mbetet vetëm me shpresu që situata rregullohet, i krijojmë institucionet, jemi më të vëmendshëm, më të vetëdijshëm, sepse nuk po duam që të jemi edhe shumë pesimist, e në anën tjetër po e shohim që një kaos i përgjithshëm është në vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Edhe për fund lutem ta bëjmë të qartë, është një prej ditëve më të rënda të biznesit produkt kur është detyruar me dalë në protestë. Edhe kjo ka qenë e padetyrueshme për gjithë ne dhe vazhdojmë me përmend, urojmë që mos detyrohemi dalmi për herën e dytë, sepse protestat më nuk do të kenë të karakteristika që mirë po të jenë protesta jashtëzakonisht shumë mastive dhe ndoshta edhe me ndërprerje të prodhimit si shenjë revoltin ndaj asaj që po përballemi aktualisht.
Kjo po tregon që nervoza e ka arrit nivelin kur natyrisht kur e shet që po dështon dhe që në një farë mënyrë është një paralajmërim që ju po e bëni se nuk do të keni shumë pardon, nëse po e kuptoj drejt. Është kërkesë e biznesit kjo dhe na do t'i përfaqësojmë edhe do t'i mbrojmë deri në minutin e fundit, derisa ato kanë kriju edhe mbajnë gjallë mbi 60% e ekonomisë të vendit tonë. Ne kemi obligim të kemi pranë tyre më pak në situatat e tilla ku është të bani padrejtësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe këtë padrejtësi fatkeqësisht në media nuk e pranojnë, mirë po jashtë medjave, prapa perdeve si thuhet, të gjithë e pranojnë që nuk kemi të gatshëm për dalin në tregun e lirë, mirë po në media po deklarohen ndryshe. Inqizoni, për çka i keni telefonat? Dhe për çka janë mediat? Po ta Luani pak rolin edhe të mediave, ndonë se mediat po besoj që po i luajnë mirë rolin e vetë, s'po flasim për gjitha për shumicën. Për mbështetjen që kemi pasur te mediat deri më tani. Po, suksese, jemi në lëkurën tuaj, natyrisht sepse ne jemi pjesë e këtij vendi dhe bara kur bie tek bizneset, bie edhe tek qytetarët patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu.